E pranoj 50 euro ofertën që më shku djathtin. Para 3 netëve më konë 4 netash, mos të asish në saksisht, jemi konë Frezaj, një zërcë, një restorant milionersh për në ojë shumë burri mirë, që s'pëcej kime e në atë restorantav, edhe jemi konë, edhe i thash, ja kumë pa përmtu një kamajet, ja i kilë djathë, ja s'quva, i thash jepja pak, humar të ashtu, thash jepja pak djathë shefit, i thash shtënja pak tërpinave, thash aj shefi, po më thëtë, i kishtonë ati një edhe një shukit si kem, amon mësë më lepa 10 kila djathë, bema i konë djathë. Edhe po vjetë po më thëtë e thash po, e thash po tash o dhe të uaj 50 euro kilën. Po tash e 50 euro pagujke për nori, se ajo është, ndin, ka kushet shqyqër, milioner. Do me thonë e pranoj 50 euro ofertën, se këtë interviste shuin e tha, se nuk ju më kam shefi. E pranoj 50 euro ofertën që me shku djathtin. Thash ja marrë qëfar, thash s'ku ta ku me jep t'i vizet, thash jepi ati, thash po vishë po tas qef. Do me thonë e pranoj ofertën 50 euro me shku djathtin, ku a ka kërku shka djathtin. Se e merë djathë thonë e mon, se aty restorant është ajo restorant shumë i mirë, edhe po asi djathi ku e kërkoj, veç ta sot kishë bire. Po, s'patëm na pak.